konservatorët kanë një shprehje mjaft të bukur që thotë mëkati lind me njeriu. Po. Dhe vetëm institucioni e kontrollon njeriu. Ti nuk mund të pretendosh që njeriu të ketë balanca. Janë institucionet ato që e kontrollojnë mëkatin e njeriu. Pra, çdo individ, nëse ndihet i gjithë pushtetshëm dhe nuk ka frikë ligjin, do të jetë i prirur të veprojë si një zot i asaj tryeze ku ti e ke ulur. Pra, është njësoj, nëse ti shko në një vend, Shtetet Bashkuara të Amerikës, edhe në Gjermani, dhe në Vjenë dhe kudo. Nëse ti shkon dhe aty nuk ka ligje, do veprosh njësoj. Nëse ti mendon që polici korruptohet, do ta nxjerrësh një zec që do t'ia japësh. Nëse ti mendon që nuk merr gjob, nëse hedh plerat në rrugë, do të jetësh dhe aty. Nëse ti mendon që shoqëria nuk të gjykon për sjellje devijante, do t'i bësh dhe aty.